Të dashurit e mi, jemi në xhuman e 13 me radhë të këtij viti, duke folë për familjen, duke e forcu këtë fole më të rëndësishmen për jetën tonë në dynja, duke i dhënë vlerat që i ka ajo dhe që do t'i posedoj ajo, sepse përmes forcimit të familjes dëshirojmë të forcojmë çdo pore të jetës tonë, çdo profesion e mision dhe çdo institucion të jetës tonë, e posaçërisht e veçanërisht të këtij vendi tonë të dashur Kosovë. Të dashurit e mi, sot do të flasmi për temën që fëmijët janë amanet i Adhëut. Kush dëshiron të mirën këtij Adhëut, le të edukoj fëmijët e tij. Kush dëshiron të mirën kësaj gjuhe, kësaj kulture, kësaj tradite, këtij vendit, le t'i edukon fëmijët e tij. Kush dëshiron që ky Adhë asnjëherë dhe kurrë të mos tretët, le t'i edukon fëmijët dhe familjen e tij. Kush dëshiron që ky Adhë të jetë i fuqishëm dhe stabil, mbrenda dhe jashtë, atë stabilitet ja japmi ne, familjet e tona dhe fëmijët e tonë. Të dashurit e mi, fëmijët nuk janë vetëm gëzimi i shtëpisë tonë, por janë amanet nga Allahu dhe përgjithësi ndaj ummetit dhe ndaj Adhëut. Kur të thërret Zoti për ta mbrojt, për ta rujt familjen, ai nuk thërret vetëm për një mbrojtje fizike ndaj evlatëve dhe ndaj familjes tonë, mirë pa ai thërret për një edukim të mirëfillt, për një besim, për një formim të drejtë karshi vlerave tona njerëzore. Shpesh gabojmë duke mendu se fëmijët janë vetëm tonët. Vetëm tonët janë fëmijët. Jo, e vërteta është se ata janë amanet nga Allahu Dhul Xhelal, janë pasuria më madhore e shoqërisë tonë dhe janë e ardhmja e Adhëut tonë. Janë e ardhmja e Adhëut tonë fëmijët e tonë. Nëse ne nuk e kuptojmë se fëmijët i kemi amanet, dhe nëse nuk besojmë se janë amanet i Adhëut tonë, dikush tjetër do të mbjellë tek fëmijët tonë të kundërtën. Dhe sot jemi i thtarë që jemi duke pa që dikush tjetër është duke mbjellë tek fëmijët tonë krejt diçka tjetër që e zbe kulturën tonë, besimin tonë, identitetin tonë dhe traditën tonë. Shpesh po hipnotizohemi dhe nuk po e vrejmë. Shpesh po i ngjasojmë atij laboratorit të biologjisë, kur ekspertët e kësaj fushë e morën një bretkos dhe e futën një enë qelçi dhe filluan me ja lëshu ujin e nxehtë. Mirë po fillun nga e ngrohta, duke rrit temperaturën, e ajo në enën e qelçit duke u ambientu me atë temperaturë, derisa erdhe dhe uji val dhe ja hjeki likurën, e ajo u knaqke duke u shëtitën në atë enën e qelçit, duke mos ndi dhimbje fare, sepse nga dal ja kanë kriju kushtet por mos me ndi dhimbt. Edhe neve dashurit e mi, nga dal janë duke na I kriju kushtet, e fare heq nuk jemi duke ndi dhimbje. Mirë po ndalemi
dhe të shiqojmë ku jemi kanë para 10 viteve, 15 viteve, 20 vite, qëfar tradite, qëfar kulture, qëfar mirësjellje, qëfar qytetarie të lartë, qëfar dashurie për gjuhën, për traditën, për kombin, për shkollën, për xhamien, për ambientin, për vendlindjen. A jemi tash në të njëjtën pikë, si kur kemi qenë para 10-15 viteve? Jo, për Zotin e lumë, nuk jemi. Sot jemi duke u lavdru se fëmiu ynë 10 vjet, 5 vjet, 7 vjet, po flet shqip, po flet anglisht, e shqip nuk ka të fol. Yni këto mbrenda, si jam të thonë për ata që i kemi në gurbet, jemi duke u lavdruën. Elhamdulillah që e kam mësu gjuhën e huj, po mas pari gjuhën e ambël shqipe. Bile shpesh herë në akuzojnë, sidomos na hoxhallarët jemi sikur ai cungu te dera e Kovaqit. Kush don më vjen te na, do thot vjen. E kemi na një farat dhetarin thojza, të këtil janë shtu bukur shumë. O xhavani, po folni në xhami arabisht, po folni. E lash me fol. Kur s'fola hiç me ta. Thash po flas me fëmijët e to. Veç ma bajshim. Zara thash me menca kokan. Nuk kuptojnë as një fjallë shqip, veç frangjesht. A kështë e bursha, po tham, kur mu mos fol për këtim. Iku presis po duas me debatu. Këta njerëz ignorani, që na mbushin plot mulla Facebookin me advetarizëm, kurse fëmijët e tyre nuk ju folin shqip. Nuk kanë dëshirë për me ardhur në Kosovë. E gjëra do thot të ngjajshme. Dashurit e mi, këtë element do të ngritmi në familjet e tona. Dashurit e mi, sot jemi duke u përball me sfida të mëdha. E para, fëmijë të lanën pas dore. Prind, aksidentalisht prind. U bo, se diu. Të lanën mas dore. Mungesë edukimi fetar, moral, kombëtar. Varësi të tepruar të teknologjisë dhe të rrjeteve sociale, e tepruar. Një fëmijë mirë sot është qytetari më i ndershëm nesër. Duhet i mësojmë dashuri për vendin, respektin për kombin, përgjegjësi për shoqëri. Nëse sot tradhtojmë këtë amanet, humbin familjen, dobësojmë shoqërinë dhe rrezikojmë me të madhe të ardhmen e atë tonë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur njeriu vdes, i ndërpritën veprat e tij përveç 3 gjëra. E para, sadak të vazhdueshme, sadaka rrjedhse. Sadaka rrjedhse është dituria. Sadaka rrjedhse është gjithçka që mund të lash e të tjerët kanë me përdor dhe janë nevojtar për të. Dituri të dobishme, o Zoti i Madh. Të lomët ata që lojnë dituri të dobishme. Të lomët ata, profeti Muhammed, kur ka shku për ta uru një prind të ri, e ka i thëjke, o prind, ata mësoj një lutje, tha bëne tër jetën për fëmijën tënë, cilin lutë Zotin që fëmiju ytë të jetë mësus. Se jam të thonë për të mësus simpatizant partijak, se inshallah nuk na bonë fëmija qase. Mirë po mësus që ta jep udhëzimin e jetës për dynja dhe për ahiret. Fëmijë, thëjke e treta, fëmijën e mirë që lutët për babën, për nanën, për familjen. Fëmijë e mirë është investimi për këtë botë, edhe për ahiret më i miri. Për këtë Ibn Khalduni, Allahu e mëshiroft, thëjke, edukimi është themeli i qytetërimit. Themeli i qytetërimit është edukimi në familje. Ibn Kajimi thëjke, kush neglizhon edukimin në familje të fëmijëve të tij, ai i ka bërë padrejtësinë më të madhe e vladit, familjes, shtetit, kombit, ummetit në përgjithësi. Për këtë,
Një baba o anku një ditë të Hazreti Omeri, tha djali nuk po më dëgjon. E Hazreti Omeri njof kja djali dhe u befasu, tha eja këto. Çka është puna që ti nuk e ndon, nuk e respekton babën? Tha për 3 gjëra. E para, nonën nuk ma ka përzgjedhë adekuate. O Zot. Nonën nuk ma ka përzgjedhë adekuate. Po unë jam i këtil. Po nuk kam ftyrë me dalë para njerëzve kur pe din i kujt jam. E dyta, emnin më ka nënçmu me emën. Së më kalon jam, mos me ndoni që hoxha është një emën turk, një emën arab. O, leja një emën që ka kuptim të mirë. Një emën që ka një domethënie, një emën që i përshtatët traditës tonë, kulturës tonë, vendit tonë që i përshtatët. Një emën të këtil do thot leja. Dhe e treta, kurbe tha baba nuk më ka këshillu në familje. Kur nuk më ka këshillu? Sot me këtë gjuhën e sotit jam i angazhuar, kam detyra, kam obligime. Mund është ta takosh babën çdo kon, veç në familje ju. Dikush ju ka bën iri që thojnë atë Gjakovart. Mund është me ndëgju nga ky prind këshilla brillante. Mirë, po vetëm në familje nuk i jep këto këshilla. Mund është ta hasësh në një sjellje shumë të mirë, vetëm në familje mungon sjellja. Aty është sadaka, aty është qytetrimi dhe aty është çdo gjë e mirë. Andaj mësoni fëmijët për Zotin, për njerëzillokun, për kombin, para se bota ta mëson atë. E kur ta mësojnë tjerët, pedeni çka mësojnë. Nuk qesin kur dojnë, po kur dojnë, kur dush, po kur dojnë. Nuk lejojnë me shku ku dush, po ku dojnë, do thot ata të tjerët. Për këtë, nana e një imamit të madh të ndritshëm të Islamit, të Imam Shafiut, Allahu e mëshiroft, e vladin, e mor për dore, po nuk e la vetë, po emigroj bashku me vladin, për një qëllim, për ta mësu, për ta eduku dhe për mos me leju që dikush tjetër me ndërhy do thot te kaj apo te kjo. Neve shpesh lavdromi se djalin apo vajzën e kam dërgu në Prishtinë, në universitet, e kam dërgu në filan universitetin evropian apo dikon. O dashurit e mi, ajo dije që janë duke e marë, shiqaja qysh i ka sjelljet, qysh e ka edukatën, qysh e ka kulturën, qysh e ka përkushtimin për familje, cilat janë ambicjet e saja. Mos u lavdra vetëm që ja ke dhënë mundësi për të shkuar në një fakultet, sepse nuk është pasuria që ndërton fëmijën, po edukata dhe përkushtimi. Dikush po mendon që jam të eduku fëmijët, t'ja dhon krejt mund, sa pare po dy? 100 euro. Ti i meritana i bi, ti i meritana i bi, që? Kerrin, ata këta. Kur del, ta balarus. 2 lidhës i ka me kur gjajq. Leje që në dituri, mirë po edhe në formim njerëzor dhe familjar. Hazreti Omeri kishte kujdes të veçantë që fëmijëve me ja mësu një hadith të Muhammed Mustafas, i cili ka thonë në fillet e para të Islamit, mësonja fëmijëve t'juj notin, mësonja fëmijëve t'juj shigjetimin, mësonja fëmijëve t'juj kalorimin. Mësonja fëmijëve t'juj këto gjëra. Shumë të rije të reja që janë tregu të sukses shumë në jetë, tregojnë se prindrit janë ata që ma kanë dhonë këtë sukses. Shëmbëltyra ma e mirë ka qenë nana, ka qenë baba, që mu më kanë motivuan për këtë sukses. Sikur që i kemi edhe tjerë që kanë dështu. Holloj, kur prindi nuk më ka motivu dhe nuk ka qenë shëmbëltyrë, do thot për mu. Dhe krejt në fund, Hasan el Basri thëjke, edukata e fëmijës është më e vlefshme se sa sadakaja e vazhdushme. Këpu të dikush të dhonë sadak. Pare. Hic mungan. O sadaka më e madhe është me eduku e vlodin tanë me ju përkushtu familjes tone. Se është duke i ngjasu asoj gojbës kur po shkojmë në treg me e ble dardhën. Nëse një është e kalbun, nëse nuk e hekmi krejt në i kalba ta, na nuk e kemi derd vetëm familjen tane, mirë po është duke i kontaminu edhe familjet e tjera për rreth. Kjo është do thot rreziku edhe më i madh. Fëmijët që sot mësojnë për ta dashurat dhejun,
gjuhën, traditën, nesër do të jenë gardianët kryesor për ta ruajtur kombin, për ta ruajtur atë dhëjon, për ta ruajtur familjen, për ta ruajtur fejan. Fëmijët që sot i mësojmë për ta dash familjen, gjithmonë do ta mbrojnë familjen. Fëmijët që i mësojmë sot për me dash namazin, gjithmonë do të jenë falës të namazit. Dhe në fund, Jusuf el-Kardavi thëjke, edukimi i fëmijëve është projekti më i madh i një ummeti, i një kombit. Projekti më i madh i një ummetit, i një kombit, është edukimi i familjes. Edukimi i drejt është mbrojtja më e fortë e kombit ton. Andaj, në këtë pikë nuk do të shojmë pej dhe nuk do të bëjmë kompromis me asgjë. Allahu na bëv nga ata që tregohemi më të suksesshëm në familjet tona, se kur tregohemi të suksesshëm në familjet tona, jemi tregu të suksesshëm në çdo pore të jetës. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.